Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah, wa ashhadu an la ilaha illallah, wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, amma ba'd. Gjithë lavdrimet I takojnë Allahut, lëvdata dhe shpëtimi qofshin mbi të dërguarin e Allahut. Dëshmoj dhe deklaroj se nuk ka të adhuruar me drejt përveç Allahut, I cili është I vetëm dhe I pashoq, dhe dëshmoj se Muhamedi është robi dhe I dërguar I Tij. Lëvdata dhe shpëtimi qofshin mbi të dhe mbi familjen dhe shokët e Tij dhe më pas. Të nderuar vëllezër dhe motra musliman, vazhdojmë në mësimin ton të dashur fragmente nga jeta të dërguarit Allahut sallallahu alaihi wasallam. Dhe folëm në mësimin e kaluar për fillimin e zbritjes së shpalljes tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe se si I erdhi atij meleku I nderuar Gjibrili alayhi salam në shpellën Hira, ku I zbritën ajetet e para të Kuranit, dhe ato janë 5 ajetet e para të surës Al-Alaq. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbuka al-akram, alladhi 'allama bil qalam, 'allama al-insana ma lam ya'lam. Dhe I shpjeguam këto në mësimin e kaluar. Dhe tham që mas këtyre ajeteve ku vjen urdhri për të lexuar, vjen urdhri për të mësuar, vijnë ajetet që I drejtohen pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe njëkohësisht ky urdhër përfshin edhe ndjekësit e tij më mbrapa, që është komunikimi dhe kumtimi I shpalljes. Thot Allahu azza wa jall: Ja ayyuhal muddaththir qum fa anzir, o ti I mbuluar, çohu dhe kumto. Dhe zbriti gjithashtu ajeti ku Allahu subhanahu wa taala thot: Wa anzir ashirataka al-aqrabin, dhe paralajmëro familjarët e tu më të afërt. Gjithashtu Allahu subhanahu wa taala thot: Fasda bima tu'mar wa arid anil mushrikin. Kumto hapur çka urdhërohesh dhe mos u preokupo për idhujtarët. Të gjitha këto ajete, të cilët I zbritën të dërguarit Allahut sallallahu alaihi wasallam, janë ajete ku ai u qua dhe si I thon përvesh I mangët për t'ja komunikuar, për t'ja përcjell urdhrin e Allahut njerëzve, dhe normalisht kur vjen e vërteta, atëherë njerëzit e të kotës përpëliten. Nëse do të ishin sinqert, do ta shikonin me vëmendje, do ta studionin dhe do ta ndiqnin atë. Po duke qenë se në zemrat e tyre ka diçka të keqe, atëherë ata e kundërshtojnë pa u menduar dhe pa e studiuar dhe pa parë argumentet përkatëse. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u qua
dhe thirri dhe ftoi njerëzit në tauhid, i ftoi njerëzit që ta veçojnë Allahun një të vetëm në adhurim dhe sqaroi realitetin e fesë islame. Dhe Kurejshët, populli i tij, kur e pa këtë thirrje të bekuar dhe pa atë që shkakton ajo, u përpoqën ta luftojnë dhe përdorën mënyra të ndryshme për ta luftuar atë, dhe rrugë të ndryshme për ta luftuar. Sepse e tham pra, një njeri që e do të vërtetën, nuk shpejton ta kundërshtoj, por e studion, i shikon në vëmendje argumentat dhe e ndjek atë që është e vërtetë. Dhe feja e Allahut është ajo e vërteta. Kurse feja e gabuar, e shtrembët, e shëmtuar, që i çon njerëzit, i çon krijesat në adhurimin e krijesave, e çon njeriu që është krijesa më e nderuar dhe më e lartë të adhurojë sende të pavlera, si gura apo drurë e tjerë, atëherë kjo është poshtrim për njeriu. Allahu e solli fenë e tij që njeriu të ngrihet dhe të bëhet rob i Allahut dhe jo të bëhet rob i shejtanit. Atëherë thamë që Kurejshët kur e pan këtë, përdorën lloj-lloj rrugësh dhe mënyrash për të penguar thirrjen e të dërguarit Allahut sallallahu alaihi wasallam. Përdorën mënyra dhe rrugë joshse dhe rrugë friksuese për ta penguar atë në rrugën e tij. Dhe e kemi thënë në mësimet e kaluara që Kurejshët shpikën në fe të Zotit shumë gjëra, dhe nga ato që shpikën ishte emërtimi i tyre me emrin El Hums, pra njerëzit e fuqishëm, ato që ishin të fuqishëm në fe, dhe atyre u takonin disa privilegje që nuk u takonin të tjerëve. Dhe ata ishin banorët e Mekës, ata që kujdeseshin për Qaben, prandaj e shikonin veten më lart dhe më të veçantë. Kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam erdhi me të vërtetën, i nxori ata gabimtar dhe i rrëzoi dhe i hodhi poshtë idhujt e tyre. Dhe kjo për personin i cili ka devijuar është ofendim dhe i bëri ky ishte një nga shkaqet që ata ta luftonin të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam, sepse u kërcënuan interesat e tyre. E para mënyrë dhe e para formë e kundërvënies së tyre ndaj të dërguarit Allahut sallallahu alaihi wasallam ishte që ata u kthyen dhe vajtën ke xhaxhai i tij Abu Talib, duke qenë se Abu Talib ishte zotëri në popullin e tij, kishte peshën e vet dhe pozitën e vet, dhe Kurejshët e respektonin atë dhe nuk mundeshin ta kundërshtonin. Dhe kjo është një prej urtësive të Allahut të madhëruar, që të dërguarin e tij e mbrojti dhe shkak u bë një person i cili nuk e pranoi Islamin, por e bëri Allahu mbrojtës të dërguarit të tij. Nuk mundeshin dot t'i bënin keq Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, sepse pengesë për të ishte xhaxhai i tij Abu Talib.
Allahu i kishte dhënë dashuri për nipin e tij. Kjo dashuri që kishte ai për Muhamedit sallallahu alaihi wasallam ishte dashuri natyrale dhe nuk ishte dashuri fetare. Dhe për këtë shkak pra ai e mbrojti nipin derisa vdiq. Nuk ishte dashuri fetare, sepse nëse do të ishte e tillë, do ta kishte dëgjuar së paku fjalën në momentet e fundit të jetës, kur i tha: "O xhaxha im, thuaj la ilaha illallah, që të kem një fjalë të ndërmjetësoj për ty tek Zoti im." Por Allahu krijon ç'të doj dhe zgjedh prej tyre. Nga xhaxhallarët, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që i kishte arritur ishin 4, 2 prej tyre musliman dhe 2 të tjerë jo musliman. Nga jo muslimanët, përveç Abu Talib, është Abu Lahab, që e tham mësimin e kaluar, ku Allahu subhanahu wa taala zbriti për të sure që lexohet deri në ditën e Kiametit. Kurse 2 xhaxhallarët musliman është Hamza dhe El Abbas. Allahu qoftë i kënaqur prej tyre. Në një transmetim që vjen në historinë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, është që dërguan vajtën ke xhaxhai i tij dhe u ankuan për Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe i than që nipi yt po na lëndon neve dhe po flet fjalë të vështira për ne, dhe ndaloje nipin tënd, sepse ai po flet keq për ne dhe për idhujt tan. Atëherë Abu Talib dërgon djalin e tij, Aqil ibn Abi Talib, dhe e thret të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam dhe i thot: populli yt pretendojnë që ti po i lëndon ata me fjalë dhe po i mundon, po i shkakton shqetësim. Atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam rrotulloi sytë e tij në qiell dhe i tha xhaxhait dhe atyre që ishin rreth: a e shikoni diellin? Tham po. Unë nuk mundem ta braktis atë që jam urdhëruar, ashtu si ju nuk mundeni të rrëmbeni një flakadan të zjarrt prej diellit. Dhe thot Abu Talib: betohem në Allahun që i biri i vllait tim nuk ka gënjur, pra kthehuni. Pra e kuptoi që kjo nuk ishte një diçka që Muhamedi sallallahu alaihi wasallam e bënte për të, siç pretenduan ata, por kjo ishte feja e Allahut, kjo ishte e drejta. Prandaj ai nuk do të hiqte dorë nga komunikimi i të drejtës dhe i shpalljes. Prandaj ai e mbrojti nipin derisa vdiq. Një nga ajetet të cilët thon dietarët kiet për qëllim Abu Talib, thot Allahu subhanahu wa taala: wa hum yanhauna anhu wa yan'auna anhu. Ke surja An'am 26. Dhe thot ata pengojnë të tjerët, por edhe vetë
i rrin larg. Pra Ebu Talib i pengonte të tjerët që ta godisnin të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam me diçka të keqe, por edhe vet ishte i largët nga rruga e tij. Menduan pra Kureshët dhe bën përpjekje maksimale për të ndërmjetësuar ke xhaxhai i tij, por nuk arritën atë që ata e kërkonin. Derisa e përdorën këtë mjet dhe këtë rrugë në të gjitha format dhe mënyrat. Por e pan këtë derë, e pan të mbyllur, dhe kjo ishte, pra siç e tham, një urtësi e madhe nga Zoti i botëve. Nëse ky xhaxha do të pranonte Islamin, atëherë ata nuk do ta nderonin dhe nuk do ta respektonin fjalën e tij. Por duke qenë se ai ishte në fenë e tyre, ata u stepën dhe nuk mundën dot ta godasin këtë të dërguar dhe e bëri Allahu mburoi xhaxhain e tij. Pastaj Kureshët u kthyen ke metoda të tjera për të penguar thirrjen tek Allahu i madhëruar. Nga metodat e përdorura ishin akuzat e kota që janë veshën këtij të dërguari, duke përgënjeshtruar vetët e tyre që më parë e kishin etiketuar dhe i kishin vënë emra nga më të mirët, tani kur u prekën në interesin e tyre, filluan të gënjejnë dhe të shpifin gjëra dhe fjalë dhe epitete të këqija dhe llagape të shëmtuara për të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam. E akuzuan për të çmendur, e akuzuan për magjistar apo të bërë dikush që i është bërë magji, e akuzuan për gënjeshtar, e akuzuan që po sjell pralla dhe legjenda nga të parët. Dhe për këtë Allahu i madhëruar thot në Kur'an: "Wa qalu ya ayyuhalladhi nuzzila alayhi adh-dhikru innaka lamajnun." Dhe than: o ti i cili të është zbritur ty për kujtimi, ti nuk je tjetër vetëm se i çmendur. Gjithashtu thot Allahu i madhëruar: "Wa yaquluna innahu lamajnun." Dhe ata thonë, nuk është ai tjetër vetëm se i çmendur. Dhe gjithashtu thot: "Wa ajibu an ja'ahum mundhirun minhum wa qala al-kafiruna hadha sahirun kadhab." Dhe u habitën që u erdhi atyre përkujtues prej veteve të tyre dhe thanë jo besimtarët, ai është magjistar dhe gënjeshtar. Gjithashtu thot: idh yaqulu adh-dhalimuna in tattabi'una illa rajulan mashura. Dhe thonë zullumqarët, ju nuk po ndiqni vetëm se një burr të cilit i është bërë magji, pra dhe ai nuk e kontrollon dot veten e tij. Vazhduan me llagape të këqija dhe me fjalë të këqija, emërtime, me të gjitha llojet dhe mënyrat, akuzuan atë si gënjeshtar. Thot Allahu azza wa jall: "Wa qala al-kafiruna hadha sahirun kadhab." Thanë jo besimtarët, ky është magjistar dhe gënjeshtar. "Wa qala alladhina kafaru in hadha illa ifkun iftarahu wa aanahu alayhi qaumun akharun faqad ja'u dhulman wa zura." Dhe ata të cilët mohuan, kjo nuk është vetëm se një shpifje e madhe që e shpiku atë dhe e ndihmuan njerëz të tjerë. Ata sollën pa drejtësi dhe
shpifje të shëmtuar. وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. Thanë këto janë legjenda të parëve që ati ja japin ta shkruaj dhe ja sjellin ati pra në mëngjes dhe në mbrëmje. Pretenduan gjithashtu që Kurani nuk është prej Allahut, por është dikush që e mëson Muhamedin, pra është një person tjetër që e mëson Muhamedin sallallahu alaihi wasallam, dhe Allahu azza wa jall thot: "Walaqad na'lamu annahum yaqulun innama yu'allimuhu bashar lisanu alladhi yulhiduna ilayhi a'jami wa hadha lisanun arabiyyun mubin." Ne e dim më së miri që ata thonë se ata e mëson një njeri tjetër, gjuha e të cilit ata po drejtojnë është e huaj, kurse kjo është gjuhë arabishte e pastër dhe e lartë. Pra, hodhën drejtuan gishtin tek një i huaj, i cili mësonte sipas pretendimit tyre Muhamedin sallallahu alaihi wasallam, dhe Allahu ja rrëzon pretendimin dhe thot: ai huaj nuk flet arabisht, gjuha e tij nuk është gjuha arabe, aq më tepër që kjo është gjuhë arabe e nivelit të lartë, dhe arabët, siç e dim, kanë qenë shembull në njohjen e tyre të gjuhës dhe krenoheshin me dituritë e tyre në këtë fushë. Pastaj Kurejshët filluan ose vazhduan të tallen me të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam, talleshin, e vinin në lojë, e përqeshnin, bëheshin arrogant me të dhe me besimtarët, dhe i akuzonin atë dhe besimtarët me humje. Wa idha ra'awhum qalu inna haula'i ladallun. Dhe kur ata i shihnin, thonin këta nuk janë të tjetër vetëm se njerëz të humbur. Allahu subhanahu wa taala na lajmëron për gjendjen e besimtarëve, të cilët tallnin dhe përqeshnin dhe luftonin të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam me këto mënyra, dhe thot: "Wa idha ra'aka alladhina kafaru yattakhidhunaka illa huzwa a hadha alladhi yadhkuru alihatakum wa hum bi dhikri rrahmani hum kafirun." Dhe kur të shohin ty ata të cilët mohuan, të vejnë në lojë dhe tallen dhe thonë: "A ky është ai i cili i përmend idhujt tan?" Pra, flet keq dhe i shan idhujt tuaj. Dhe ata me përmendjen e të gjithëmëshirshmit janë jo besimtar. Pra ata mohojnë Allahun për të ruajtur idhujt e tyre të pavlerë. Kjo tregon edhe një herë për paditurinë e tyre dhe tregon për gjendjen e ulët dhe logjikën e dobët që kishin këta persona. Në ajetin tjetër thot: "Wa idha ra'awka yattakhidhunaka illa huzwa a hadha alladhi ba'atha Allahu rasula in kada layudilluna an alihatina lawla an sabarna 'alayha wa sawfa ya'lamuna hina yarawna al'adhaba man adallu sabila." Dhe kur të shohin ty ata, të marrin dhe të vejnë në lojë dhe thonë: "A këtë Allahu e dërgoi të dërguar? Gati sa nuk na humbi nga idhujt tan, sikur ne mos kishim duruar, dhe shumë shpejt
do ta dinë kur ta shohin dënimin se cili prej tyre është në rrugë më të humbur ose është në rrugë të humbur. Për këtë një grua erdhi tek i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam, siç është Sahihu i Buhariut, dhe filloi të tallej me të dhe të përqeshte dhe tha: "O Muhammed, unë shpresoj thot që shejtani yt të ketë braktisur ty, nuk e shikoj që ai të ka ardhur 2 ose 3 net." Pra, e kishte fjalën për Xhibrilin alayhis salam. Dhe Allahu azza wa jall zbriti surën Wad-duha wal-lejli idha saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Pra betohem në kohën e paraditës dhe në natën kur ajo mbulon, nuk të ka braktisur Zoti yt dhe nuk të ka lënë masdore. Gjithashtu tek Sahihu Buhariut tregohet për Ebu Xehlin, i cili vjen duke u tallur dhe i thret pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kur e shikon atë që po ftonte njerëzit në tauhid, dhe thot Allahu azza wa jall për të: "Wa idh qalu Allahumma in kana hadha huwa al-haqqu min 'indik fa amtir 'alayna hijaratan min as-sama' aw itina bi'adhabin alim." Dhe përkujto kur ata than: "O Allah, nëse ky është në të vërtetën, nëse kjo është e vërteta prej teje, atëherë na lëshon neve gur prej qiellit apo na sill ne dënimin e dhëmshëm." Pra, logjika e dobët e këtyre personave, që në këtë rast është fjala e Ebu Xehlit, i cili kërkon t'i vi dënimi i Allahut dhe nuk kërkon të mësoj cila është e vërteta dhe cilat janë argumentet, por në vend që të thotë: "O Allah, nëse kjo është e vërteta, na udhëzo për në rrugën e drejtë", por nga ignoranca e tij kërkon që t'i vi dënimi nga qielli, dënimi i dhëmshëm. Dhe Allahu azza wa jall thot: "Wa ma kana Allahu li yu'adhibahum wa anta fihim, wa ma kana Allahu mu'adhibahum wa hum yastaghfirun." Dhe Allahu nuk do t'i dënoj ata kur ti je në mesin e tyre, dhe Allahu nuk do t'i dënoj ata në kohën që ata kërkojnë falje. Pra ishin aq të dobët dhe ishin dyshues në këtë fjalë që thanë, sa që e dinin që po kërkonin diçka të gabuar dhe kërkonin falje në fshehtësi, pasi hapur flisnin të tilla fjalë. Kurejshët pra përdorin mënyra dhe rrugë të ndryshme dhe të lloj-llojshme për të penguar ftesën dhe rrugën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe një nga ato është që arroganca e tyre shkoi në atë pikë sa të kërkonin largimin e fukarejve dhe largimin e njerëzve pa mbështetje fisnore dhe të pafuqishëm nga mbledhjet e tyre. Dhe nëse do Muhammed që neve të vim dhe të ulemi dhe të dëgjojmë prej teje, atëherë largoj filanin dhe filanin, si që ishin Bilali dhe Khababi dhe Suhejbi dhe të tjerë, të cilët ishin njerëz të ardhur ose njerëz që nuk ishin fuqi dhe ose njerëz të varfër. Atëherë Allahu azza wa jall thot: "Wala tatrudi alladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajha ma 'alayka min hisabihim min shay wa ma min hisabika 'alayhim min shay fatatrudahum fatakuna min adh-dhalimin." Mos i përze ata të cilët i luten Zotit të tyre në mëngjes dhe në mbrëmje,
dhe kërkojnë fytyrën e tij. Nuk ke ti prej llogarisë së tyre asgjë dhe nuk kanë ata prej llogarisë tënde asgjë që ti përzesh ata dhe të bëhesh nga zullumqtarët. Pra kjo tallje dhe ky ofendim nuk ishte e veçantë vetëm për të dërguarin ton, por kjo ka qenë rruga dhe ajo në të cilën kanë kaluar të gjithë të dërguarit e Allahut. Allahu Azza wa Jall thot: "Wa laqad istuhziya bi rusulin min qablik, fa haqa bil ladhina sakhiru minhum ma kanu bihi yastahzi'un." Është përqeshur dhe tallur me të dërguarit përpara teje dhe i ra ajo të cilën ata talleshin, ju bë realitet ata të cilët talleshin ajo me të cilën ata e bënin. Pra tallja dhe ofendimi dhe e folura keq ishte një nga metodat më të fuqishme për të penguar thirrjen tek Allahu që e bënin jo besimtarët dhe e bënin atëherë dhe njëkohësisht kjo gjë është edhe në kohën e sotshme dhe do vazhdoj. Mënyrat se si ata përpiqen për të penguar të vërtetën janë të njëjta tek të gjithë popujt dhe në vazhdim. Dhe një nga pra mënyrat e shëmtuara është tallja, ofendimi, përqeshja, vënia në lojë dhe mbajtja e vetes lart mbi ta. Në mësimin e ardhshëm me lejen e Allahut do të mësojmë mënyrat e tjera që përdornin për të penguar këtë thirrje të bekuar dhe se si Allahu i madhëruar e mbrojti dhe e ruajti të dërguarin e tij dhe fenë e tij dhe e përcolli të vërtetën dhe e plotësoi atë në mënyrë që t'i shkojë ajo të gjithë njerëzve kudo që ndodhen në lindje apo në perëndim, që të mos kenë argument në ditën e gjykimit dhe të udhëzohet ai që udhëzohet dhe të humbi ai që humb. Allahu është shpërbleft me të mira. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.